Në prag të festës së Fitër Bajramit, qyteti i Tetovës, ashtu si shumë qytete të tjera të vendit, gjallërohet nga njerëzit të cilët dalin për blerjet e festës. Kjo gjë ka bërë që të rritet dukshëm edhe numri i pjesëmarrësve në trafik dhe numri i automjeteve që qarkullojnë nëpër rrugët lokale dhe rajonale. Fatmir Rexhepi nga sektori për punë të brendshme në Tetovë apelon tek drejtuesit e mjeteve që të rregullojnë shpejtësinë e tyre, të respektojnë plotësisht të gjitha rregullat dhe rregulloret e komunikacionit dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me parakalimet, dhënien e përparësisë, mbajtjen e distancës së sigurt dhe të tjera për të shmangur konfuzionin dhe aksidentet. Frekuenca në trafik sa vjen e shtohet për shkak të përgatitjeve të qytetarëve me rastin e festave të Fitër Bajramit, kështu që sektori për punë të brendshme Tetovë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet për mbarvajtjen e komunikacionit që të mundsoj qarkullim të lidhshëm dhe pa pengesa, kështu që me anë në bashkëpunim me shërbimin komunal të Merimangës, pra anashkalohen apo tërhiqen të gjitha veturat, automjetet të cilat janë të keqparkuara dhe pengojnë në mënyrë direkte rrjedhojen e komunikacionit. Pra në afat ditor, pra ngriten diku rreth 20 deri 30 automjete, të cilët punojnë edhe me orar të sërgjatur. Pjesëtarët e policisë janë në terren dhe apelojnë deri tek qytetarët të jenë sa më vigjilent, të mos i parkojnë automjetet e tyre vend te vend, për arsye se përveç atyre që kanë nevojë të kryejnë obligimet e tyre, janë edhe shërbime të tjera, pra institucione të tjera të cilat duan të kryejnë veprimtaritë e tyre, siç janë ambulanca, shërbimi apo ekipet e kundërzjarreve. Sektori për punë të brendshme në Tetovë njofton se këto ditë ka intensifikuar prezencën policore në të gjitha rrugët e qytetit dhe gjithashtu apelon tek pjesëmarrësit e trafikut që të mos drejtojnë automjetet pa poseduar patent shoferi, të mos dalin në rrugë me automjete me defekte teknike dhe të tjerë.